Mirë pra miq, ja kur I kthehemi sërish në studio me dy të ftuarit e mi. Ai është kapiteni Osman Qepa, kënaqësi të kem në studio, dhe Wesley Shlaku, kënaqësi. Të them të drejtën, jam ta quaj mes kapitenësh, mes kampionësh, sepse edhe për U21 u shpallët ditën e djeshme fitues të kampionatit. Si janë emocionet? Shumë emocionet bukura. Se vinim dhe pas fitores me ekipin e parë, që u shpallëm kampion. Dhe dje ne dinim që me Shkodrën, me shumë shanse, mund ta fitonim, pasi shumë lojtar nga ne ka bërë stërvitje me ekipin e parë, me lojtar me shumë eksperiencë, siç dihet tashmë. Edhe me shpresë, e humbëm ndeshjen, me thënë vërtetë, ndeshjen e dytë, po ndeshjen e tretë ja dolëm duke fituar dje 3-0. Nuk e vuam diskutim fare. Shumë urime. Osman, kampion prap këtë vit. Megjithatë, me të gjitha trofet, vetëm 2 sete të humbura në gjithë rrugtimin tuaj, në të gjitha kompeticionet, në kampionat, vetëm 2 sete të humbura. Si janë emocionet e tua si kapiten, se besoj është përgjegjësi shumë e madhe, që në kapiten një ekipi me shumë emër si Partizani. Po diskutim, emocionet janë të mëdha, siç e the ti tek një ekip si Partizani, shëriti e kapitenit ka shumë pesh, peshon shumë, por ndihemi shumë mirë. E mbajtëm titullin prap tek Partizani. Profesor Ylli gjithmonë thotë që është më vështirë ta mbash titullin se sa ta fitosh. E vërtet është, ne kemi punuar shumë që ta mbajmë titullin, edhe puna e madhe arriti këto rezultate që ne korrëm këtë vit. Vetëm me 2 sete të humbura, për sy të keq le të themi, por ja dolëm. Mirë, çfarë mendon që ju bëri kaq suksesshëm këtë sezon? Fryma e ekipit, grupi. Kemi qenë një grup solid, një grup I mbledhur, le të themi egoja e gjithë secilit ishte e njëjtë, nuk e kishim atë ndjenjë që pse mori dikush më shumë pikë se unë apo tjetri, por ishin të gjithë... Besoj s'kishit konflikte me Deliun, për se jep më shumë pasa njërit apo tjetri. Kemi kënaqësi kur dikush jep më shumë në ekip edhe jemi të gjithë për një dhe një për gjithë. Është mentalitet shumë I mirë ky. Osman, çfarë do të veçoje për këtë sezon tek Partizani, një moment që ka shënjuar tek ty? Vjet në fakt, për shembull, nuk patët një rrugtim shumë të mirë në Ligën Gjergj Kastrioti, ndryshe këtë vit që kishit rikuperuar mjaftueshëm për të qenë edhe triumfues, gjë që tregoj që edhe përballë vëllezërve tan kosovar ishit shumë dinjitoz edhe mjaft rivalizues duke fituar edhe atë trofe. Këtë vit nuk e di nga t'ja nis. Për hir të vërtetës, ka qenë një vit shumë I suksesshëm, nga ndeshja e parë e kampionatit deri tek e fundit nuk mund të veçoj një ndeshje, kanë qenë të gjitha të njëjta, le të themi, por me rezultate pozitive, normal, siç dihet. Këtë vit, siç e thash, ka qenë grupi mbase kemi qenë gjithë pothuajse vendas me 2 afrime të reja që bën vjet nga ekipi I Tiranës, edhe kemi qenë një grup shumë I mirë. Po për ty, Wesley, si ka qenë gjithë ky sezon tek Partizani? Me të rritur e Partizanit, besoj është sezoni I parë për ty? Për që jam I federuar. Si e ke gjetur veten? Shumë sezon I mirë do thoja, si e tregojnë trofet që ka fituar ekipi, pjesa që jam servitur me lojtar me kaq shumë eksperiencë që janë dhe pjesa e ekipit kombëtar, ndikon shumë mirë për të rinj, se të bën dhe domethënë duke parë një lojtar aq të fortë përballë, si pozicioni im për shembull që kam Raulin dhe Kristin, bën që edhe ti t'jesh akoma më I fortë. Se unë e kuptoj për që të sqarojmë dhe televizionistëve pozicionin qendër tresh. Po, dhe duke pas ata përballë ti mundohesh të japësh më të mirën tënde, se është shumë e vështirë përballë atyre, edhe ashtu ti rritesh dhe për kampionatet e moshave pastaj duket çdo gjë akoma dhe më e thjeshtë. Dhe pjesa e ekipit parë pastaj është shumë aspekt I mirë, se është ekipi kampion që ka fituar gjithë trofet të vit, edhe nuk kam që ashtoj më shumë për këtë pjesë. Ti si ke gjetur veten, se ndonjëherë në Shqipëri të paktën ka ekzistuar ky mentaliteti që kur je I vogël shpesh e ndihesh inferior tek këta të mëdhenj, po si të kanë trajtuar këta? Jo, është shumë mirë. Mund ta shash pak Qepën nëse meriton. Duke filluar që nga Qepa që është kapiteni I ekipit, edhe pjesa e ekipit tjetër janë, siç e tha dhe Osmani çfarë që është fryma grupit, është me vërtet shumë e mirë dhe nuk bëjnë dallime as nga më I vogli, as deri tek më I vjetri I ekipit. Ti s'e ke ndier fare? Unë e kam ndier, jo, është shumë mirë, duke filluar që nga Qepa që është kapiten dhe gjithë pjesa tjetër e ekipit që s'po I përmend tani me radhë, kanë ofruar shumë mirë. Jo vetëm mua, për gjithë djemtë të rinj që kanë ardhur. Të ka dhënë më shumë vetbesim
vazhdim pjesa e të bërit stërvitje dhe të luajturit me të rriturit kur vjen punat pastaj tek kampionati moshave? Po, duke marrë dhe pjesë në përsetet ndryshme gjatë vitit, kampionatit me këtë ekip, edhe të ndeshjet e moshave pastaj, nga që prandaj ndoshta jam dhe kapiteni i ekipit, duhet, si më thënë, më bjen mua pesha aty te ekipi i moshave, dhe nga vetbesimi që merr duke luajtur me këta lojtarë kaq të fortë në stërvitje, mendoj që Nëse do të bëj një ofertë nga një ekip tjetër, do të zgjidhje dikë tjetër, një ekip të ri, apo je shumë mirë te Partizani dhe të mjafton? mendoj, unë kam dhe një vit të moshat, me luajtur, më kap mosha dhe një vit, dhe Partizani me thënë vërtet janë dhe shumë tifoz, edhe në futboll, që i vogël e kështu, edhe prandaj më shumë hyra dhe te ekipi. Ke qenë tifoz tek Partizani? Po, do me thënë që i vogël në futboll, jo, kam qenë tifoz në ekipin e Partizanit, edhe si me thënë e kam pak vështirë të ndroj këtë ekip, por që mendoj dhe sezonin tjetër normal që do jem pjesë e Partizani, sa aty e kam nisë dhe volejbolin. Tani duke qenë se ti ke qenë te pjesa e grupimit tifozëve të Partizanit, nuk të ka thënë ndonjëherë Osmani që pse s'na i merr çunat e Partizanit? Po, është pak e vështirë se... Që të mblidheni për të bërë tifo kur keni ndeshje të rëndësishme? E vërtet, po është pak e vështirë se nga që s'ndishet shumë si sport volejbolli, edhe me thënë vërtetën është përmirësuar, se mbaj mend vitet e mia kur kam fillu volejbollin, ka qenë gati bosh, nuk ka pas shumë. Po këto vite, ndoshta edhe me anë të mediave që e kanë shfaq më shumë, është bërë më mirë, se e shoh që kam fillu vinë dhe më shumë. Plus edhe ne që jemi të rinj thrasim shok që sa më shumë edhe mbushet, siç u mbush dia finalja e të rinjve që ishte plot. Po ti, Osman, çfarë mendimi ke për sa i përket pjesës të mbështetjes së tifozërisë? Për fat keq, po na vijnë vetëm familjarët tanë, njerëzit tanë të afërt, nuk po shohim njerëz të rinj në pallatet e sportit. Kjo mendoj për shkak të infrastrukturës në pallatin e sportit që dihet si është në dimër tek Aslan Rusi që është në shumë ftohtë, nuk mund vi një prind me fëmijën e vogël që ti ta shohë sportin aty. As vetë prindi nuk vjen dot se fëmia. As vetë prindi nuk vjen në ato kushte aq të ftohta sa janë aty tek Aslan Rusi. Që në fakt janë kushte të vështira edhe për vetë sportistët, jo më për shumë kushte të vështira janë. Po për sa i përket, siç unë e pyeta pak Veslin edhe po e ngacmoja edhe për ty, tek pjesa e mbështetjes të djemve të rinj, aq më tepër ata që vinë nga akademia, se tashmë të përmendim faktin që ju keni një zinxhir moshash tek Partizani, e vërtet kemi akademi. Kemi një zinxhir moshash, puna e profesor Tonit dhe profesor Klodit duket, nuk është nevojë të flasim. Ne na ka sjell 3 lojtar nga ekipi moshave që po debërtojnë tek ekipi i parë, Wesley, është Flavio, është dhe s'më vjen emri tash. Luciano është më i riu, prandaj nuk më vjen emri se është më i riu ai. Po janë që po japin kanë një frym shumë të mirë, kanë një dëshirë shumë të madhe për stërvitje në radhë parë, pastaj për sport. Ç'është vështirë ditët e sotme tek meshkujt, tek volejbolli. Sidomos tek ekipi Partizanit që këtë vit ka qenë blind, le të themi, nga ana e lojtarëve, nga niveli i lojtarëve, edhe janë mbështetur shumë mirë, kanë ardhur shumë mirë. Ju i keni mirë pritur, se të them të drejtën, në vitet tona të fillimit në ekipet e parë, nuk ka qenë kjo fryma aq mikpritse ndaj brezit të ri që po vinte, ose janë trajtuar, po shoti se je pak më i vogël, edhe i stepte, her pas here ka stepur. Nuk e di në për ekipet ku ke luajtur ti, por tek Partizani nuk ka qenë kurrë kjo. Unë është viti 5 aty dhe nuk ka qenë asnjëherë kjo pjesa që ku vjen një i ri, ti je më i ri, je më i vogël, por trajtohen të gjithë njësoj. Pavarësisht nga i më i vogël tek më i madh. Shumë të mirë, profesor. Profesor është i rrep te kjo pjesë. Mirë, Osman, do të kthej pak ca vite shumë mbrapa kur ti e nise volejbollin. Unë e di, edhe shumë të sportit e dim, por si ka nisur volejbolli? Çfarë e shtyu Osman Çepën të nisi rrugtimin e tij si volejbollist? Nuk kam qenë unë ai, por ka qenë profesori im i fizkulturës që më pas u bë trajnerin profesor Dejton Bardhi, që ju e dini. Në shkollë, në 9-vjeçare, aty më ka pjekasur në orën e fizkulturës, edhe aty ka filluar rrugtimi im. Në fakt, besoj e ke ndjekur, Bled Metani tha që ti ke qenë shtys shumë e rëndësishme që ke marrë Bledin tek ekipi i parë. E falenderoj Bledin që e ceku këtë pjesë, do ishte mërzitur shumë me të. Po, unë e kam marrë Bledin në volejboll, duke ikë në stërvitje, shikoj e them, hajde. Na e tregoj si histori, po ti të ka marrë hajde edhe ti në stërvitje, jo,
vetëm profesor Tani. Meritet e ka vetëm profesor Tani. Hajde ta provosh. Ta provosh. Çfarë të rroqi ty tek voleybolli që the, okay, është sport për mua dhe po e vazhdoj? E shikoj që ishte shumë popullor, lundej nga djemë dhe vajza, shikoja ekipet e para, pastaj ekipi studenti që sot është Partizani, ku ishte profesor Ylli, shikoja në Tiranë, shikoja ekipin e baletit femrave dhe ishte shumë popullor. Edhe ajo më shtyu më shumë të futem se rrugë. Kë do veçoja një moment që ty të kalon shumë bresa tek ekipi Parkës, ose ndoshta që të ka bërë ty t'jesh Osmani që e sot? Bresa ka qenë ndeshja kundra Tiranës, që eliminuam në kupën e Federatës, mos gaboj. Ajo ka qenë një ndeshje shumë luftuar nga një ekip moshash që dolem direkt në ekip të parë, edhe pastaj hoqem një ekip si Tirana. Tirana është një ekip, një emër i madh radh parë një herë dhe pastaj ja dolem gjithë çuna të ri bashk. Kush e që mbështetja më e madhe në gjithë rrugtimin tënd të voleybollit? Familja ime. Baba im i ndjer, ai ka qenë shtysa ime më e madhe. E mungoj për 5 vitesh këtë mbështetje, por... Tashmë të dalim, ta tensionojmë pak, ajo është mungesë që sigurisht as skush edhe asgjë nuk mund ta përmbush, megjithatë mendoj që po e bën shumë mirë punën për ta bërë krenar babain tënd. Por edhe shpresoj. Po, jam e sigurt për këtë pjesë. Wesley, po për ty, kush ka qenë ai që të ka nxitur që e ke nisur? Me thënë vërtetën, vetja ime, nuk është se ka qenë ndonjë që më ka shtyrë me luajtë voleyboll. Shumë modesti më pëlqen. Pjesa që si çdo çun i vogël ka qef futbollin dhe unë jam pasmarr me futboll, si të gjithë çunat e rinj, deri në kohën e Covidit. Mbas Covidit fillova luaja voleyboll jo në shkollë, 9 vjeçare, jo në për plazhe, filloi të më qef ashtu, edhe i gjatë isha goxha, pse jo mos ta provoj. Baba i njifte profesor Tonin, si në Shqipëri më, edhe pjesa që më afroi te ekipi Partizanit, te mosha Xixhi që përmendë dhe ju shpar, provova dhe që atëherë se kam ndru. Jo, mua më vjen çudi se për shembull në plazh të gjithë mundohen që tek rëra pranë pjesës breakdancit luajnë futboll. Ty çfarë të ka shtyrë të luash voleyboll? Se është shumë të rrallë që e vërtet. Kur i shikoj atjerë duke luajtur, edhe afrohesh njerëz me pa aty e kështu, edhe unë ashtu e fillova, shifja njerëzit të luajnë voleyboll aty në plazh, pastaj tu bë shok aty, luajnë bashkë me njëri tjetrin, edhe kështu më hynin qef. Fillova edhe në shkollë pastaj, siç e përmendë. Edhe kështu e nisa me profesor Tonin te ekipi Partizan. Do të thotë që babi ka qenë mbështetje apo Po, gjithë familjarët e mi do të thoja, jo vetëm babi, më mbështesin çdo ndeshje. Edhe patjetër që më thonë që vazhdoje sportin, se siç e dim gjithë është një gjë shumë e mirë për çdo njeri që ta vazhdoj si gjë. Në fakt besoj që kur e ke nisur rrugtimin e voleybollit, jo të gjithë kanë thënë që voleybolli është ai sporti vetëm i bukur, që ka vetëm gjëra të mira, besoj të kanë vendosur ndjeni edhe për problematikat që ka sporti veçanërisht në Shqipëri. Çfarë të ka bërë ty që të mos tepesh edhe ta vazhdosh, ose e ke menduar ndonjëherë, okay, po shoh shkollën më mirë se ndoshta sporti në Shqipëri varet çfarë perspektive ka? Me thënë vërtetën, kur e kam nisur nuk i dija problematikat e sportit, se e nisa më shumë për qef, për një hobi dhe kështu, pastaj duke vazhduar u bëj gjë shumë serioze për mua, dhe do të thoya që i fillova duke kuptu vetë problematikat e sportit në Shqipëri, siç dihen tashmë, dhe por mendoj që pjesa që e vazhdoj është pasioni, pasi u bën vite që merrem tani edhe sa do mund të ketë problematika, gjëra, qefi dhe pasioni që ke për atë nuk më bën që ta lej. Por çfarë mendon ti për shembull që mund të jetë një problematikë që mund ta zgjidhë dhe gjërat të ndryshojnë këtu, pse jo ti thua dhe brezit të ri që është mirë të vazhdosh sportin edhe të luash voleyboll? Mendoj që pjesa, siç e tham, që pjesa e infrastrukturës duhet rregullohet shumë goxha, siç e dim te pallati ku ne bëjmë, te Asnaru, si kushtet nuk janë shumë të mira, por edhe nëpër pallate sportit tjera, do të thoja, dhe pjesa e mendoj ligji sponsorizimit që se supozohet që një sportist profesionist duhet bëj vetëm sportin si punë, por në Shqipëri gjithë e dim që nuk duhet me lënë pas dorë edhe shkollën. Në rastin të shkollën e mendoj tek Osmani do thoshte punën. Osman, se si duket minutat na fluturuan kështu pa kuptuar edhe ikin shumë shpejt, ashtu si pikët e Partizanit. Çfarë do të veçoje ti vetë në gjithë rrugtimin tënd në voleyboll, por sigurisht edhe për të përcjell një mesazh për brezin e ri? Do të veçoja që atë që po fliste Wesley për pjesën e sponsorizimit. Nuk duan këto lojtarët e ri ta mendojnë këtë pjesën e sponsorizimit, herë ato duhet
të përkushtohen sportit dhe pastaj të flasin për pjesën e sponsorizimit. Është e vërtetë ajo që tha që patjetër duhet mbështetje, por duhet përkushtimi në radhë parë, ta duar sportin edhe t'i japësh maksimum. Mirë, se në një jetë familjare, Osman, nuk mjafton përkushtimi për të shkuar në shtëpi pas edhe për të ndëgjuar se kam pasionin ndaj voleybollit. Flas nga eksperienca ime, deri në moshën 20 vjeçare, unë nuk e mendonin fare të pjesën e të ardhurme. Për të vërtetës ishim gjithë grupi dhe gjërat normal është bërë më vështirë. Këto shkojnë për universitete, normal që nuk duhet t'i bën barr familje, se je në një moshë që jo mi kërku lek babit, por ti je ndihmë për familjen. Ti je ndihmë për familjen. Që do thot mendon që sigurisht ashtu si Wesley infrastruktura dhe ligji i sponsorizimit do të jenë dy pika të rëndësishme të cilat do ta përmirësojnë edhe do ndihmojnë. Patjetër ligji i sponsorizimit për shkak se ne tek Partizani i kemi dhënë gjithçka. Kemi qenë i kemi shfaq gjithë forcat tona në kampionatin shqiptar. Edhe tani duhemi që pse jo në arenat europiane, ballkanike, ti shohim forcat tona në jashtë kufive Shqipërisë. Edhe kjo bën që ligji i sponsorizimit ose sponsorët apo ku diun të ardhurat duhen të jenë akoma më të mëdha. Mirë, ne urojmë dhe shpresojmë që të paktën në përfundim të këtij edicioni sportiv kemi mundësi që për sezonin e ardhshëm këto fjalë dhe këto këshilla pse jo të shkojnë në veshin e dur dhe në sytë e dur për të reaguar pse jo për të sjellë ndryshimin. Unë ju falenderoj shumë çuna që ju kisha. Shumë urime edhe për çmimet e trofetë që keni marrë në këtë sezon. Faleminderit ju publik që zgjodhet që qëndrosh në rrjetin e radio televizionit shqiptar me Përtej Rrjetës. Unë ju uroj fundjavë të këndshme.